Unë di një rast këtu në Michigan, një person i cili kishte shumë vite, kishte ardhur nga Shqipëria, nga periudha komuniste, kaluar në Kosovë, ardhur në Amerikë, po vazhdonte të ishte pa dokumente të rregullta, ICE e deportoi kohët e fundit. Pra një zbatim teje të rigoroz për teje se 50 vjetë, por në këtë rast mund të jetë fakti që personi ka neglizhuar. Ligji është brutal, zoti Floq. Ligji është brutal. Edhe unë kam klient nga Maqedonia e Veriut, kam klient nga vendet ndryshme të Ballkanit, edhe nga Europa lindore, le të themi kështu. Njerëz që kanë ardhur para vitit në vitin 1986, në vitin 1989, dhe që nuk kanë shfrytzuar ndoshta ose kanë patur urdhër për zënje përfundimtar nga gjykata, por që në një formë ose një tjetër kanë qenë familjar, kanë qenë njerëz të cilët praktikisht pothuajse të gjithë pemën familjare të tyre i kanë shtetas amerikan. Pra në këtë mes, nëse fëmijët e tyre me që kanë lindur në Amerikë janë shtetas amerikana, mund të ligjsonin ata prindët e tyre që mund të kenë ardhur me proces të tillë, janë në proces? Kjo është pjesa e vështirë, sepse në qoftë se ka një urdhër përfundimtar për përzënje, rihapja e çështjes me gjykatën që ka jurisdiksionin duhet të ketë disa merita. Dhe thjesht të pasurit disa fëmijë, nipër dhe mbesa amerikan, nuk është e mjaftueshme për të mbajtur dhe për të filluar për të vazhduar procesin. Një ndarje e madhe këtu ka të bëjë me njerëzit që kanë hyrë ilegalisht apo njerëzit që kanë hyrë legalisht. Nëse njerëzit që kanë hyrë legalisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë më të thjesht procedurën për të rihapur çështjen, për të vlerësuar mbi bazën e asaj që quhet vështirësi të tejskajshme për qytetarët amerikanë. Çfarë do thotë kjo? Kjo është një procedurë e cila, nëse do marrim një shembull konkret, kemi prindin e 2 fëmijëve amerikanë që është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka ardhur me vizë nga Maqedonia e Veriut, ka patur një urdhër për zënje nga gjykata e Chicagos. Tashmë ne kemi aplikuar për bashkim familjar me 2 djemt. Është aprovuar bashkimi familjar dhe tashmë ne duhet kërkojmë rihapjen e çështjes që ta lejojë gjykata mundësinë që personi të aplikojë për green card. Por që ta lejojë mundësinë gjykata të aplikojë për green card, do duhet që të provojë vështirësi të tejskajshme për 2 fëmijët, jo thjesht emocionale. Që duhet prezenca e prindit këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra e thënë ndryshe, vetëm marrin një skenar. Në qoftë se dikush i ka 2 fëmijë me disability ose autik, të cilët janë në karrot, të cilët kanë sëmundje të cilat nuk mund të kurohen jashtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo mund të quhet vështirësi ekstreme. Pra e thënë ndryshe, kam disa. Kam në Michigan, kam North Carolina, kam vende ndryshme të cilat praktikisht çfarë kemi bërë ne si zyrë? Ne kemi kërkuar që vetë shteti të bashkohet në mocionin tonë, në kërkesën tonë ndaj gjykatës, sepse këto janë njerëz që kanë ndërtuar biznese, kanë McDonald's, kanë pasuri, kanë gjithçka këtu. Dhe kemi kërkuar që këto njerëz të rihapet çështja e tyre dhe të vlerësohet mbi bazën mundësia që të kemi mundësinë për të përshtatur statusin. Çfarë ka ndodhur? Tani nuk po e shtym më këtë kërkesë. Pse? Sepse nuk është më qëndrimi i administratës ai që mund të marrin pjesë në këtë proces. Administrata ka pozicionin që ligji të zbatohet në fuqinë e tij, ka një urdhër deportimi ndaj tyre, le të zbatohet ai. Pra nuk janë si më përpara që le të jo mshirojmë, po le të bëjmë më liberal që t'i ndihmojmë këto, se në fundit, në qoftë se dikush ka ardhur në vitin 1991, ka qenë 20 vjeçar, dhe tashmë është në një moshë 55 vjeçare, dhe nuk ka as shtëpi, as njerëz, as askënd, për atë vendi i tij është një vend i huaj, pra strange in your own land. Megjithatë, e thënë kjo, ligji është brutal dhe ka procedurat komplikuara të cilët
po thuaj se e bën të pamundur. Asgjë nuk është e pamundur, por janë kosto financiare, janë diskrecioni madh nga ana e përfaqësuesit të shtetit, gjithashtu dhe përfaqësi dhe diskrecioni madh nga vetë gjykata, të cilat janë vazhdimisht, domethënë, në trysninë e madhe për ta zbatuar ligjin maksimum. Zoti Metuku, unë njoh një person I cili ka ardhur fillimisht, kanë qenë në një grup artistik në Amerikë dhe ka ngelur në Shtetet Bashkuara, ka kërkuar azil, vazhdon të kërkojë azil, ka 37 vjet që është në proces kërkimit të azilit, ka qenë edhe është biznesmen, ka pasur 3-4 bizneset fuqishme dhe përsëri vazhdon të jetë akoma e pasgjidhur çështja e tij. A keni pasur raste të shumta të këtij karakteri? Të them të drejtë, nuk kam parë një rast të tillë, për arsye sepse më duket pak e vështirë dhe jo e qartë faktet dhe rrethonat konkrete se si ka mundësi që një person në 37 vjet ta ketë këtë gjë. Atëherë, çfarë mund të ketë ndodhur, ne po sa herë që prezumojmë ose aludojmë bëjmë gabim, sepse nuk kemi faktet konkrete të secilës çështje, pra ti referojmë. Atëherë mundësitë janë, domethënë, nga më të ndryshmet. Nëse nuk ka përfituar ose s'ka qenë në gjendje të përfitojë nga forma të ndryshme amnistie që janë bërë. Pra nëse ka 37 vjet, ka patur disa momente të cilat praktikisht domethënë kanë qenë nëpërmjet 241I. Le të themi kështu, pra nëse ai do të kishte patur një aplikim, një kërkesë për leje pune diku e gjitha me radhë. Që do thotë praktikisht ose nuk ka patur një gjë të tillë, ose është gjetur duke mashtruar, ose pra, le të themi kështu. Dy gjëra nuk falen në ligjin e emigracionit të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Falsifikimi, pra fraud, dhe mashtrimi. Ai mund të bëjë, nuk po them për rastin konkret, po thjesht po them si kaveat, si rregull I përgjithshëm. Nëse mashtron, ose nëse ke përdorur pasaporta falso, po themi. Pasaporta amerikane falso, akoma dhe më keq, akoma. Ose ke mashtruar, për shembull, ambasadën për të marrë një vizë caktuar ndërkohë që ju s'keni patur ndërmend për të realizuar atë. Pra, po themi, ju keni kërkuar të vini si artist, por në fakt, mbi bazë të gjithë verifikimeve që janë bërë, ju keni ardhur për të emigruar. Pra, kjo quhet mashtrimi në vetvete. Atëherë, unë kam rast konkret. I ka të 2 fëmijë, tani janë bërë madhor, ka ardhur dikur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka ardhur me pasaportë italiane, duke përdorur pasaportën italiane. Po, dhe tani nuk ja kanë dhënë vizën në ambasadë për arsye sepse nuk ka waiver, nuk ka kërkesë për falje për këtë kategori. Pra, nëse do të ishte ky vet që aplikonte për fëmijët, po nuk ka që fëmijët, sepse nuk është immediate relative në kuptimin e ligjit. Edhe prindi? Pra ka nuancë, atëherë çfarë ndodh, le të themi. Pra prindi është immediate relative. Por waiveri që bëhet, që prindi që ka kryer falsifikimin, nuk parashikohet për fëmijën. E kupton? Pra, në rastin konkret, pra, qytetari amerikan, që është 22 vjeç, ka aplikuar për babain I cili kishte ardhur dikur sepse në këtë formë lindi dhe fëmijën këtu. Tashmë ka aplikuar për bashkim familjar me fjatin, ka vajtur në ambasadë dhe nuk ja kanë dhënë vizën sepse keni aplikuar, pra keni përdorur pasaportë italiane dhe fraud. Tani për këtë kategori nuk ka waiver. Nuk parashikohet waiver në ligjin e emigracionit. Pra ka shumë elemente dhe shumë nuanca që nuk mund të flasim, domethënë prandaj dhe çështjet janë nga më të ndryshme. Por desha të them, në rastin konkret në lidhje me biznesmenin X apo Y. Fatkeqësisht, domethënë ka shumë të tillë. Ka shumë të tillë dhe normalisht ose nuk janë ndjekur procedurat dhe oportunitetet e ndryshme ligjore në fazat ndryshme, ose ka patur një urdhër për zënje definitiv dhe përfundimtar që nuk mund të ndryshohet çfarë do që të bësh, pa u zbatuar largimin nga Shtetet e Bashkuara për 10 vjet. Nëse ke gënjur ose ke kryer falsifikim
mund të jetë live bar, pra i përhershëm, çfarë do lloj aplikimi të bëhet për ty, ju nuk mund të ktheheni më në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ose duhet të kthehesh 10 vjet. Pra këto njerëz mund të kenë avenu, mund të kenë hapësira, por ata nuk duhet të kthehen 10 vjet në Shqipëri, Maqedoni apo në vende të tjera, për të parë dhe fatin e mundësinë për të aplikuar për ato që quhen kërkesa për falje. Waiveri në vetë është kërkesë për falje. Pra e thënë këtu, përpiquni që të qëndroni me rregulla dhe sipas ligjit dhe të shfrytëzoni të gjitha mundësitë, sepse përndryshe në momentin që del off the track, jashtë ligjit, është e vështirë rikuperimi dhe format janë të limituara. Është bashkimi familjar me shtetasin amerikan, por gjithmonë nëse keni hyrë i ligjshëm, edhe kjo është diskrecion në një farmase, sepse mund të verifikohet gjatë procesit që ju keni gënjur, edhe mund mos ta përfitoni. Pra, gënjeshtra dhe falsifikimi ndikojnë drejt për drejt edhe tek ato që quhen immediate relatives. Në këtë mes, po lidhemi me martesa midis shtetasve shqiptar dhe amerikan, me shqiptar-amerikan ose edhe me të huaj. Ka persona që dikur bënin dokumentat si për martes, po martesa nuk është reale. A ka forcim të kërkimit të ekzistencës dhe një familje nga emigracioni tani bashkëjetesës reale, jo vetëm zyrtar formale, do me thënë në përmjet letrave? Po, ka hapa konkrete. Gjithmonë në ligjin e emigracionit ka qenë e përshkruar, e zeza mbi të bardhë, që martesat false ose sham marriages. Pra në këtë pikpamje, ato gjithmonë ka qenë paligjshme dhe gjithmonë do me thënë duhet shqyrtohesh si tillë. Por, varet se sa ka qenë mekanizmi kontroll. Ndërsa sot kemi atë, është ngritur një strukturë e posaçme në Departamentin e Emigracionit. Struktura kundër falsitetit, anti-fraud, që do të verifikoj dhe shqyrton të gjitha martesat që aplikojnë pra për bashkimet familjar. Pra kemi një extreme vetting, një vetting absolut. Prandaj, unë do t'ju sugjeroj të gjitha atyre që kanë ndërmend ta bëjnë gjë të tillë. Mos ta bëjnë, por të martohen për dashuri dhe të përfitojnë pastaj nga paketa gjithçka që martohet, pra për vërtetësi, sepse në qoftë se do ta bëjnë, do të përballen me forcën e ligjit, dhe forca e ligjit nuk është vetëm që do humbin, nuk do kenë mundësinë për të bërë bashkimin familjar dhe të përfituar green cardën, por mund të dënohen deri në 5 vjet burg, mund të paguajnë $250,000 dhe pastaj të deportohen. Kjo është fuqia e ligjit. Kjo është fuqia e ligjit. Pra, mund të bësh 5 vjet burg for fraud, do paguash $250,000 dhe do përcjellesh pastaj me forever bar.